Gjendemi në lagjen Asambek të Shkupit, pranë stadiumit të lagjes, ku gjendet edhe kanali i pambyllur, i cili rrezikon shëndetin e qytetarëve. Pavarësisht premtimeve të drejtarit, si nga kryetarët e mëparshëm, po edhe nga kryetari aktual, zgjidhja nuk shihet ende në horizont. Qytetarët thonë se ky kanal rrezikon shëndetin e banorëve rreth zonës dhe kërkojnë nga autoritetet lokale që sa më shpejt të ndërmarrin hapa për ta zgjidhur këtë problem. Që sa vjetan që ki problem? Që 20 vjetë kjo. Që sa e mojnë me, që gjenerata ime ka shku me që shumë, se cëlla parti që ka orë ka premtua ma pak kur qas ka. Të vot, valloj para dhe njëherë në rodin të arrejnë. Unë e kam pljetu edhe kërë ka kam poplava këtu, në një kërë ka shku, nuk ka rëndësi kjeri, njërëzit kanë shku. Dhe vot edhe ala ma keq. A prini që ka mu zgjidh problemi ajo? Kur njerë? Nëse janë shqiptarë që kështu, kur njerë? Kanali duhet bëhet, nuk ka diskutim, duhet bëhet edhe është marrë iniciativa. Ka thonë kryetari parlamentit edhe ka ardhe kryeministrin e kanë pa projektin, është bo projektin.